3 ditë pasi u cëllua me armë zjarri brenda teritorit të Kosovës serbi nga veriu Milan Vukashinović në 4 komunat veriore të banuara kryesisht me serb, të martën ka pasur frekuentim të shtuar të automjeteve të Kforit dhe të Uleksit. Kjo rrugë e pashtruar të çon në fshatin Jellaks ku më 1 nëntor u plagos shtetasi i Kosovës Milan Vukashinović. Policia e Kosovës dyshon se atë e plagosën pjesëtar të gjandarmërisë serbe. Rastin në polici e raportoi ish zëvendës ministri Radoica Radomirović, i cili është interesuar për gjendjen e Vukashinovićit me kërkesë të familjes. Ai si mik i familjes së të plagosurit tha se 10 persona të maskuar kanë hyrë në territorin e Kosovës, derisa shtoi se gjendja e Vukashinovićit është e rëndë. Sad imamo više saznanja. Tash kemi më shumë informata. Nëna ka shkuar ta shoh Milan Vukashinovićin, i cili ndodhet në gjendje shumë të rëndë. I është hequr një veshk, e ka një plumb në shpinë, pra është dërguar në gjendje të rëndë në qendrën klinike. Ai e sheh sulmin si hakmarrje të Milan Radojqicit, pasi thot se ai ka qenë ndër serbët e Kosovës që nuk kanë dhënë dorëheqje kur këtë ja kërkoi Serbia. E vërejtja shpreh edhe për stafin mjekësor në Nish, ku Vukashinovići po trajtohet. Sjellja e stafit mjekësor të qendrës klinike ishte jo korrekte, sidomos e drejtorit të qendrës Zoran Petrushić, i cili nuk e lejoi nënën ta vizitonte djalin e saj dje. Ai gjithashtu i tha se ka metal në shpinë. Nuk mund të jetë metal, por është plumb. Përndryshe Milan Vukashinovići u qëllua pas shpine me urdhër të Milan Radojqicit. Milan Radojqici i qëllon të gjithë prapa shpine sepse ai nuk ka guxim të shikojë në sy njerëz që i vret. Radomirović tha se Serbia e pati në sy të keq Vukashinovićin, me që ai nuk hoqi dorë nga puna e tij në Byron Kosovare të Sigurimeve as më 2022, kur personat e panjohur i vendosën eksploziv në vetur. Ky nuk është kërcënimi i parë që ai e mori, pasi në janar të 2020-s u pat arrestuar në Serbi vetëm pse punonte në një kompani antare të Byrosë së Sigurimeve. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar plagosjen dhe rrëmbimin e Vukashinovićit. Presidenti Vjosa Osmani ka thënë se Serbia vetëm propagandon për mbrojtjen e serbëve, teksa i sulmon të gjithë ata që janë kundër Vučićit. E hyrjen e trupave të Serbisë brenda Kosovës, ajo e kualifikoi rrezikim për paqen në rajon. E ministri në detyri punëve të brendshme Xhelal Sveçlja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndëshkojë veprimet destabilizuese të Serbisë. Në polici njoftuan të hënën se më 1 shtator, një serb i Kosovës është plagosur dhe është rrëmbyer brenda teritorit të Kosovës nga gjandarmëria serbe. Në Kfor theksuan se janë në dijeni të raporteve, teksa situatën e sigurisë në kufirin me Serbinë e kualifikuan si të qetë.